Jam I sigurt se shumë prej jush e keni dëgjuar apo hasur në jetën tuaj se si bota po kalon një krizë të meshkujve të rinj. Bëhet fjalë për djemë të rinj dhe çuna të vegjël, të cilët vuajnë nga ankthi, nga depresioni, nga izolimi, nga dhuna dhe rezultate shumë të dobta në mësime. Edhe në vendin tonë kemi parë se sa shumë raste ka patur të dhunës në shkolla, të plagosjeve e fatkeqësisht edhe rasteve kur të miturit kanë vrarë të miturit. Kjo është një klithm për ndihmë e çunave të cilët kanë rënë pre e shembujve toksik e të rrem të asaj që do të thotë ti je burr. Dhe ata kanë nevojë për ndihmë. Prandaj na bie ne përsipër, si burra të rritur, që të qëndrojmë pranë. Ata kanë nevojë mbi të gjitha që t'i dëgjojmë se për çfarë ata kanë nevojë. Kështu që ju lë një detyrë si juve dhe vetes. Nëse ka një djalë në jetën tuaj që mund të jetë biri juaj apo një djalë fqinj aty pranë apo një nipi juaj, ta merrni në telefon, t'i rini një takim, e ta pyesni se si është, e për çfarë ka nevojë. Po ta pyesni si është vërtet, e ti qëndroni pranë, sepse ne nuk mund të lëmë që çunat tanë të rriten për të përfunduar burgjeve, apo për të bërë krime, apo për të depresuar e për të kaluar në akte të këqija ndaj vetes vet. Çunat ka nevojë për ndihmën tonë, ndaj burra le të përgjigjem.